Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku, duke sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe analizat më të fundit. Le të analizojmë, le të tregojmë se çfarë do të ndodh sonte në Big Brother VIP Kosova. Sonte është prajmi i radhës. Dhe të gjithë e kemi kuptuar se jemi drejt momentit të finales, do me thënë po shkojmë drejt momentit më të bukur. Shumë dinamika, shumë banor, shumë ngjarje, shumë histori, debate të ndryshme, njohëm karaktere të ndryshme dhe zbuluam karaktere të ndryshme. Sonte, nga informacione që unë kam siguruar, do të përzgjidhet njëri nga banorët që do të shkon në drejt gjysmë finales, do me thënë do të jetë pjesë e gjysmë finales. Nuk e dim se kush do tjetë, dyshimet e mia të mëdha në fakt janë që banori i cili do të prekën gjysmë finalen dhe që meriton të prekën gjysmë finalen i pari është Londrimi, sepse ka dhënë jashtëzakonisht një lojë shumë të madhe, por edhe Alba e ka dhënë shpirtin e saj brenda këtij Big Brotherit dhe meriton që të jetë edhe në finale, edhe në gjysmë finale, do me thënë është munduar masovikisht që të merë të gjitha vëmendjen dhe të tregon të gjitha dimensionet e saj të mundshme. Dyshohet edhe Eliona sepse ka një lloj pëlqyeshmërie të madhe tek publiku që mund të jetë banorja që do të prekën gjysmë finalen dhe më pas finalen, por njëri nga këto tre banorët sonte do të jetë në finale. Përpos emocion në gjysmë finale, përpos këtyre emocioneve të rrugtimit të banorëve brenda kësaj shtëpie që realisht momentin që do dalin do ta kenë eksperiencën më të bukur në jetë, sonte do të përjetojmë një nga emocionet të shumë pritura. Sonte do të jetë rrëfimi i Eliona Binjakaj. Për herë të parë Eliona do tregon rrugtimin e jetës së saj, për herë të parë do të flet për nënën e saj, për motrën e saj, do me thënë do t'i gjuaj në tokë, do t'i sqaroj të gjitha hipotezat, të gjitha thashetheme që fliten lart edhe poshtë për Elionën, për humbjen e familjarëve të saj dhe për rrugtimin që Eliona ka bërë në jetën e vet. Do me thënë e ka patur gjithmonë pikë në zemër që të ketë nënën pranë, të rritet me dashurinë e nënës, një histori që në fakt u tregua nëpër të gjitha mediat shqiptare, një vajzë në moshën 7 vjeçare që është larguar nga shtëpia, do me thënë sonte do të sqarohen të gjitha këto thashetheme që kanë qenë për Elionën lart edhe poshtë dhe pritet që në shtëpinë e Big Brotherit të mbëri babai Elionës për ta surprizuar të bien dhe do të shohim nëse do ta thret Klodiani dhe Londrimin për t'i falenderuar dhe për t'i përshëndetur për afrimitetin dhe dashurinë që i kanë dhënë Elionës. Pas gjithë kësaj surprize kaq të bukur, me patjetër që do të jetë edhe banori i cili do të lërë sonte shtëpinë që për dyshimet e mia, duke u bazuar në lojën e cila është bërë, mendoj që banori i cili në këtë pikë të lojës do të largohet është Kushtrimi. Kushtrimi nuk është se ka patur ndonjë strategji, nuk është se ka patur ndonjë lojë, do të thënë ka qenë thjesht tek rastësia e fatit që ka qëndruar kaq gjatë. Mendoj që Kushtrimi e mori Big Brotherin që dëshironte, famën që dëshironte e mori dhe do vazhdon rrugtimin e tij dhe do të presim edhe televotimet. Do të thënë jemi, më falni, nominimet. Jemi drejt një rrugtimi që po shkon drejt mbylljes, por sonte do të jetë një natë shumë emocionale ku për herë të parë do të shohim të vërtetën e Eliona Binjakaj dhe takimin me babain e saj.